Teatri i Kukullave është plot me yje, por sot do ju njohim me një prej tyre, është Misheli, 9 vjeç, me një talent dhe energji të madhe në aktrim. Shkojmë ta njohim bashkë, Misheli. Skena është bosh sot, pëlqen skena bosh? Teatri bosh? Jo dhe aq, më pëlqen më shumë kur është salla e mbushur plot. Ke emocione ti? Unë për shembull kam emocione, edhe pse po intervistoj. Jo, nuk kam. O? Jo. Si ka mundësi? Sepse unë kam luajtur shumë shfaqje dhe s'kam pasur emocione dhe... Vërtet? Nuk kam pasur asnjëherë emocione. Fare edhe kur je në shfaqje, nuk ke fare emocione? Jo, nuk e verë fare publikun, unë thjesht vazhdoj dhe mbaj mend ato fjalët e mia, nuk e kam më shumë mendjen që a do harroj ndonjë fjalë ose do më shohë publiku, a do duke mirë, nuk e kam mendjen fare te publiku, e kam mendjen vetëm te aktorët që komunikoj me ta. Mishelin unë e pash për herë të parë tek shfaqja e javës kaluar që ishte Mary Poppins. Luante rolin e Michaelit, dhe u habita nga mënyra se si interpretonte, po edhe se si mbante mend gjithë skenarin. Bravo! E ke të vështirë që të mësosh aq shumë? Jo, nuk e kam fare të vështirë, se kur i mësoj tekstet, i mësoj me shumë dashuri dhe me shumë kënaqësi. Të pëlqeu ky skenari Mary Poppins? Ishte një shfaqje që e doje? Po, nuk e prisja që do më ndodhte ose do ta fitoja audicionin, por ka qenë shfaqje shumë e bukur dhe një nga shfaqjet më të preferuara të mia. Bravo, po si e fitove audicionin? Si ndodh? Ti jete qendra kulturore për fëmijë? Po. Atje, nga që kur u futa në kurs, zysha ime aktrimit shikonte dhe talentin që kisha unë dhe ato shfaqje që bëjnë, unë jam gjithmonë atje, do të thënë, më qonë për të bërë audicionin dhe edhe kështu ma bëri zysha më qoj te ky audicion dhe unë e fitova. Po pse, kishin ata, mendonin ata se ti kishe ngjashmëri mes Mishelit dhe Michaelit e Mary Poppins? Ishe pak shumë i ngjashëm se ideali që Po, duan? kisha shumë tipare. Për shembull? Po, kisha flokët, fytyrën dhe emri im në anglisht përkthehet Michael. Po kështu në karakter, për shembull, jeti i rrëmujshëm, komunikimi me prindrit, është një Po, këtë doja ta përmendja. Siç nga metri që mat me i popën që thot Michael, iq rregullt, ish kujdesur dhe shumë llafazan. Prandaj ky Michael i më përshtateshte shumë sepse është vërtet Misheli. Pse kështu është Misheli, llafazan, ish kujdesur? Po. Po mirë, kush ta zbuloi talentin ty? Mua ma zbuluan dhe prindrit, e zbulova dhe pak vetë, sepse kur mblidheshin hallat Teze dhe Gjagji, unë luaja çdo rol, si për shembull më lyen te motra si Arbana Osmani, si Ledion Liqo. Ti imiton Arbanën? Po, edhe Ledionin. Po pse çfarë thon ata, si imiton? Për shembull Arbana ka atë fjalën e vet që është bërë shumë e famshme kur ishte Bigu, që thonte yje mirë mbrëma. Edhe Ledioni, kur e përmend shumë, sot kemi hyrje të reja. Dhe nga këtu më zbuloi mami, se pastaj doli dhe në internet që u hap kjo qendra kulturore për fëmijë. Dhe ti shkova atje? Po. Dhe unë nuk e prisja që t'u hapte një kurs i tillë. Dhe u futa atje dhe nga atje nga atje jam tu ku jam. Vetëm nga i kurs. Bravo. Po sepse mësuesit tuaj kanë parë talentin tënd. Pastaj. Po. Bravo, shumë Po. Të shfaqja Mary Poppins e kishe të vështirë si u përshtate? Të pëlqyen aktorët e tjerë, të gjithë? Si u përshtate me ta? Më pëlqenin shumë sepse kisha bërë dhe shfaqje të tjera me ato aktorë. Si shfaqje keni bërë? Kam bërë vetëm një shfaqje me aktorët e Portokallis. Në përgjithësi kam bërë 3 shfaqje, por me aktorët e Portokallis kam bërë vetëm një. Këtu te teatri? Po, në 2024. Dhe ato janë vërtet aktorë të përkryer nga ato që kam parë unë në përshfaqje. Po flet për rolet e tyre këtu në teatr, apo te Portokallia, apo të dyja bashkë? Të dyja bashkë. E shikon dhe Portokallin, të pëlqen? Po. Po shumë. Këtu në teatr,
Të pëlqen më shumë të luash komedi apo dramë? Çfarë, je i profilizuar që tani apo është ende herët? Po, jo, nuk është ende herët, por mendoj që jam edhe për të bërë dramë. Ke provuar të bësh dramë? Jo, nuk kam provuar të bëj dramë, por më shumë jam për komedi, për këto shfaqjet e bukura për të qeshur. Emrin kush ta ka vendosur, Michelle? Ma ka vendosur dhe mami dhe vllai. Në cilën shkollë je tani? Jam të shkolla Ramazani Arani, ndodhet në Alijas. Pse, çon Alijasi? Po. Bravo, bravo. Jam në klasë të 3 dhe jam 9 vjeç. Me mësimet si je? Jam shumë mirë. Je i preferuar i klasës ti aty? Çfarë do thonë? Ne, për shembull, nuk e kemi kështu me të preferuar se i pari klasës, por në çdo aktivitet që bëhet, mua më përzgjedh mësuesja për të recituar dhe unë kam recituar një herë me vjershën e Reshat Arbanës dhe kam fituar çmimin e parë kur ishte dita e vjershave. Cilën poezi të? Për nënën. Bravo. Ke bërë prova para se të niste shfaqja? Sa prova ke bërë për shfaqjen Mary Poppins? Një muaj kam bërë. Një muaj? Në çdo shfaqje që kam bërë një muaj prova. Sepse dhe një muaj duhet shumë për të mësuar tekstin. Sa tekst ishte për këtë shfaqje? 22 faqe. Ishte shumë, apo jo? Për mua jo. Jo? Jo, shumë është deri në 40. Mendoj që shumë. Po si qëndron ti në shtëpi, mbullesh në dhomë, lexo tekstin, e thua përmendesh? Si ndodh? Kur kam kohë të lirë, se jam edhe në për kurset e qendra kulturore, jam edhe në kurs anglishtire, por çdo ditë gjej patjetër një kohë të lirë për ta lexuar tekstin dhe në shtëpi e lexoj edhe këtu te teatri. Pastaj bën prova këtu në teatr, mësohesh me aktorët e tjerë. Po, ne kemi bërë 10 ditë para shfaqjes, i kemi bërë prova këtu te skena. Nëse do kishe ti një fuqi magjike si Mary Poppins, çfarë do bëje? Çfarë do ndryshoje? Nuk do ndryshoja asgjë, por doja të isha një çantë dhe të shkoja në çdo shtëpi, pak a shumë si Mary Poppins, të shkoja në ato shtëpi që kanë ato fëmijë si Michael dhe Jane, dhe është e çuditshme të vinë një çantë nga sipër dau, kur ato ta hapnin çantën për të parë, do i dilte një pluhur magjik dhe nga ato t'ju fuste në mendje dilnin nga çanta fjalët magjike, pak a shumë si Mary Poppins. Ndalimin ndaj bullizmit shoqëror, dashurinë për prindërit, dashurinë për shoqet, shokët, kushërinë, hallat, tezet, gjagjen. Do me thënë ti je një djalë që e rritur me shumë dashuri. Po. Nuk e ke vuajtur ndonjëherë bullizmin? Jo. Por ke parë tek shokët e tjerë, tek ndoshta tek të klasës, të shkollës që e vuajnë, prandaj aty e ke njohur bullizmin? Po. Prandaj do që ta ndryshosh këtë? Po. Por edhe dua ndonjëherë që ta ndryshoj me të vërtet, pa bërë ndonjë fuqi magjike, por të gjithë duan që ta shajnë njëri tjetrin, ta bullizojnë. Dhe kur ai djali që bullizohet nuk ka bërë asgjë, si për shembull një shok dhe një shoqe e klasës time, kur nuk kanë çfarë të bëjnë, bullizojnë kot, jo mua, po një shok timin që ka ardhur, një shoqe timin që ka ardhur tashmë e re në klasë, e bullizojnë, ajo nuk bën asgjë e shkreta, por ato e bullizojnë. Ç'o ndodh, për shembull ti çfarë bën? Ti nuk mund të kesh atë çantën magjike ndoshta, por je aty i pranishëm. A u thua shokëve që të lutem, mos ta trajtojmë kështu shoqen? Për shembull, sot i kam thënë që mos e shani kot sepse ajo nuk ju ka bërë asgjë dhe nëse ju bëhet diçka ju duhet t'i thoni mësueses dhe jo t'i ktheni përgjigje ose jo ta kaloni në dhunë fizike, se nga dhuna fizike te kalon tek prindërit. Dhe prandaj i them stop bullizmit. Po me mësueset flet? I trajtoni këto rastet? Po. Edhe me prindërit? Po. Po në shtëpi jeti i preferuar i shtëpi, sa fëmijë jeni? Jemi 3 fëmijë, jemi 2 vëllezër dhe 1 motër. Bravo. Ti je gjeniu i shtëpisë? Po. Ashtu ë? Po, siç thot dhe mami, djali i pleqërisë. Po edhe unë vajza e pleqërisë jam, po nuk është e ndrita që nuk është e thënë. Bravo, bravo Michelle. Ke takuar aktor të mëdhenj të sheh filma shqiptar një? Po. Filma të vjetër apo të rinj? Edhe të vjetër edhe të rinj. Tek filmat e vjetër më ka pëlqyer më shumti Lulkuqet mbi mure, me regjizorin më të madh Shqipëri Dimitra Anagnostin.
Dhe më ka pëlqyer një nga ato fëmijët e jetimores, Sulo. E ke takuar zotin Anagnosti para se të ndronte je? Jo. Aktorët e tjerë shqiptar përveç se të Portokallis që i përmende, kush të pëlqen për shembull? Mua nga të rit kam qenë i ftuar në Portokalli të Mërkurën dhe të gjithë më kanë pëlqyer, po më shumë do veçoja Aleksandr Gramin. Ndoshta sepse edhe bën shfaqje me Aleksandrin? Po. Edhe një pak më mirë? Po, Erdit Aslanin, Arbanën, Angjin, gjithë aktorët e rinj do t'i veçoja shumë. Po më shumë këto të tre. Ti do të bësh një aktor kur të rritesh? Po. Do me thënë, rruga jote është e qartë drejt aktrimit? Po. Çfarë është një ëndër e jotja për shembull? Çfarë ëndërron ti kur të rritesh? Se teatrin e ka arritur shumë shpejt. Skena më të mëdha, është një yll Hollywood, në Netflix, nuk e di. Po, doja të bëja një aktor me famë botërore dhe të luaja në teatrin më të madh në Shqipëri, por këtë teatr që unë kam nisur të aktroj këtu, sepse këtu e kam bërë shfaqjen e parë dhe këtu po nis ajo eksperjenca ime si aktor, edhe këtë do ta quaja teatrin për mua, teatri më i madh në Shqipëri dhe teatri kombëtar. Po ky është një teatr vërtet i madh, sepse u jep mundësi për shembull fëmijëve si ty apo si të rriturve, po. Edhe të rriturve. I jep mundësinë të jenë pjesë e teatrit, të jenë pjesë e shfaqjes, të jenë pjesë e aktrimit, kërcimit, këndimit. Ti përveç se ke aktruar dhe ke marrë pjesë në shfaqje me aktrim, ke bërë ndonjë rol tjetër më herët? Jo, vetëm ke aktruar. Jo, vetëm kam aktruar dhe kam recituar. Do të ndryshojë ndonjë gjë nga shfaqja Mary Poppins? Jo. Fundin për shembull? Jo, nuk do ndryshojë sepse mendoj se Indri ka bërë perfekt tekstin. Dhe siç është dhe fundi i prallave, jetuan të gjithë të lumtur për gjithmonë. Sepse kjo shfaqja Mary Poppins ka shumë kuptim dhe Indri ka bërë me shumë kuptim. Sepse nga... Që kuptimi i merr ti për shembull? Se unë marr atë kuptimin e prindërve. Unë isha në rolin e prindërve, si shikuesi gjithmonë. Ja, për shembull, edhe unë do thoja që përveç prindërve që jo se nuk i doni fëmijët, thjesht nuk i përkushtonin shumë fëmijët më shumë tek puna, i lenin më shumë fëmijët vetëm. Unë do thoja edhe këtë përveç prindërve që Michael dhe Gjeni nga të çrregull, llafazan, shumë të llastuar. Nëse ke vënë re, është ai që fshin Gjakun. Ai e thret Mary Poppins edhe vjen ajo duke i ndryshuar jetën Michaelit dhe Gjenit në mënyrë magjike. Po në jetë reale ka magji? Duhet ketë më shumë punë, për shembull ti ke më shumë punë se sa talent. I ke të dyja bashkë apo të dyja bashkë? Të dyja bashkë kam. I ke vullnet të punosh? Po. Të punoj, të aktroj, të recitoj, kam gjitha këto. Përveç aktrimit, çfarë bën ndonjë gjë tjetër përveç mësimeve, me çfarë bën gjatë ditës tënde? Shkoj dhe në kurs anglishteje. Shkoj tek qendra kombëtare e kulturës për fëmijë, vi tek teatri, kaq. Tani shfaqjen e radhës kur e ke? Me 18-19 dhe jam shumë i mërzitur që do mbaroj, janë 2 ditë e fundit. Ajo që i kthyer prapë se shfaqja Mary Poppins kanë qenë një nga shfaqjet më të bukura dhe më të suksesshme. Më të kërkuara. Po, më të kërkuara. Në teatrin e kukullave dhe do të rikthehet prapë me 18 dhe 19, po. Apo jo, prill, gjatë fundjavës së ardhshme. E ke harruar tekstin, bën prova prapë tani që mos harrosh diçka? Jo, nuk e kam harruar. Nuk e ke harruar. Po çfarë është ndonjë gjë që mund na interpretosh pak për shembull? Që mba më ndonjë? Mba me në gjitha, po duhet kem një aktore të përshtatshme për... Që nuk jam unë. Jo. Mba më të herën e parë kur ke dalë në shfaqje në teatr? Po, mba më të. Cila shfaqje ka qenë? Ka qenë me 3 elfë dhe Baba Gjyshin. Të kujtohet kur ke dalë për herë të parë në skenë dhe ke interpretuar, kishe emocion apo as atëherë jo? Jo, kisha pak atëherë me 2 vajzat rinin tek shkallët këtu dhe thoni unë do qaj, kam frik. Kishim atë sikletë që mos do harrojnë ndonjë fjalë. Po, gjithçka shkoi mirë? Po.
Kur dole në skenë e harrove emocionin edhe vetëm interpretove. Shkoj shumë mirë. Po nuk ka pasur ndonjë moment që ti e ke harruar për shembull? Tekstin apo? Jo, nuk ka pasur. Edhe nëse do kishte, unë do thoja një fjalë tjetër që është e përshtatshme me... Po. Bravo. Por nuk ka ndodhur shqyqer. Nuk ka ndodhur. Ndonjë moment që është harak për shembull, nuk ka patur? Ka pasur. Po për shembull me tregon. Kur e ka rikthyer për herë të dytë Mary Poppins, që kemi bërë prova generale pa publik, kanë qenë prova, dhe ne nga që kishin kaluar 4 muaj dhe e harronim pak tekstin dhe fillonim të qeshnim me njëri tjetrin. Moment të vështirë nuk e patur? Jo, s'kam patur. Mami apo prindërit të vinë të shohin gjithmonë në teatr, në shfaqje? Po, gjithmonë më shkojnë. Të pëlqen kur njerëzit të duartërkasin e emrin tënd? Jo, nuk më kanë thritur ndonjëherë si për shembull Micheli, po kur Bravo, Michelle, që nuk gënjen fare. Edhe mund të gënjesh pak edhe thua që po, jam shumë i kënaqur. Jam shumë i kënaqur, por nuk ma kanë thënë ndonjëherë emrin. Ti nuk gënjen asnjëherë? Jo, nuk gënjen. Nuk gënjen. Ndonjëherë kur është rasti për të gënjen. Po për shembull? Po jo në këtë rast. Për notat, për... Jo, një shoqja ime gënjen shumë për detyra, kur nuk i bën ose në klas, ose thot mësuesja unë kam qenë me grip, edhe mua më vjen shumë inat dhe i them, po a erdhe dje në shkollë, apo vjen dhe sot, nëse do ishe me grip, ti nuk do vje sot. Të dalin llogaritë. Po mirë, ti detyrat i bën gjithmonë në shtëpi, e i rregull domethënë. Po për çfarë gënjen ti për shembull? Gënjej për... Shumë për të ngrënë, për shembull që kam ngrënë bukë edhe s'ke ngrënë? Apo i ke mirë raportet me ushqimin? Jo, i kam shumë mirë. Shumë mirë, ha. Për shembull për në shkollë, nuk gënjej. Nuk gënjen. Sepse mësuesja është shumë e zgjuar dhe ta nxjerr gënjeshtrën. Po kë gënjen ti? Motrën, vllai? Po, edhe motrën dhe vllajin dhe kushuriran. Tani, të pëlqeu intervista? Po, shumë. Vërtet? Se mos po gënjen? Jo. Kishte ditë çka që doja ta shtoje, ose ndonjë mesazh për fëmijët, ose për ata që duan të futen? Po, do bëja një sugjerim për fëmijët që t'i lejnë njerë këto telefonat dhe t'i përkushtojnë teatrit, artit që atyre i përshtatet më shumë, dhe t'i heqin pak telefonat se nuk është gjë e mirë të mbash shumë telefon. Ti nuk rri fare me telefon? Rri ndonjëherë, por jam më shumë i përkushtuar tek teatri, aktrimi. Nuk të del koha? Jo. Shumë mirë. Po nuk të del koha sepse je angazhuar, kështu që edhe fëmijët e tjerë duhet t'i angazhojmë që të kenë sa më pak kohë për të përkushtuar te telefonin. Do bëjmë ndonjë skenë nga Mary Poppins që t'i tregojmë publikut jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra se çfarë aktori je. Për shembull, Mary Poppins, cilën pjesë? Vetëm sa unë nuk di ta aktroj, jo? Jo. Do të flasë vetëm unë, tek qefi punës. Tek qefi punës? Po. Okej. Edhe unë si duhet cilën? Ti thjesht duhet rish drejt. Okej, ka që mund të bëj. Po. Ku duhet rish? Këtej. Këtej. Këtu? Po. Ja mirë këtu? Po. Okej. Tani thjesht mos bëj asgjë. Vetëm ktheu nga unë. Ktheu nga unë. A kështu? Po. Shiko Mary Poppins, të rrim shtrembur dhe të flasim drejt. Ne nuk kemi qef të bëjmë fare punë shtëpia. Dhe këtu flet Mary Poppins. Venera. Dhe kaq. Po. Michelle. Një yll, super yll, Michelle, super yll. Shumë suksese. Bravo. Faleminderit.